Zgjedhjet e pjesëshme lokale që do të zhvillohen më 9 nëntor si edhe një garë të ngjeshur me 13 kandidatë regjistruar në 5 bashki të vendit. Në Vlorë, pas dorëheqjes së papritur të kryebashkiakut Ermal Dredha, Partia Socialiste ka zgjedhur deputeten Brunilda Mersini si kandidate për të vijuar punën e institucionit vendor. Opozita nga ana tjetër mbështet Dionis Sotën, një figurë nga sektori i turizmit dhe biznesit, ndërsa si kandidat i pavarur garon këshilltari bashkiak Gjergj Nika. Në Berat, pas kalimit të Ervin Demos nga pushteti vendor në detyra qeveritare, socialistët kandidojnë kryetarin e komanduar Ervin Çeçën, ndërsa opozita mbështet Pavlo Skarpën, i njohur në komunitetin lokal për aktivitetet e tij në biznes. Bashkia e Cerrikut do të ketë gjithashtu zgjedhje të pjesëshme pas emërimit të Andis Sallës si ministër i bujqësisë. Specialistët garojnë me kryetarin e komanduar Florenc Doka, ndërsa opozita mbështet kandidaturën e pavarur të Amarildo Hoxhës. Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet kandidohet për Eligert Himën. Në Mat, Partia Socialiste ka zgjedhur Altin Bojën si kandidat, ndërsa kryetaria e gruas për këtë forcë politike, Susana Pasha, do të garojë si e pavarur. Kandidati opozitar për këtë bashki është Eduard Brahili. Ndërkohë në Tepelen, socialistët kanë vendosur të kandidojnë i shkreun e Gardës Gramosako pas largimit të Tërmet Peçit, ndërsa opozita mbështet Gabriel Kumën. Këto zgjedhje ofrojnë një panoramë të pasur grash, duke përfshirë kandidat të partive kryesore dhe figurat pavarura, dhe konsiderohen test i rëndësishëm për forcën e secilës parti dhe mbështetjen e tyre në komunitetin vendor.